Dhëndri vret vëllezrit e gruas në Gullobos të Malishevës. Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot Malishevën. Burime nga mediat raportojnë se personi dyshuar për vrasjen e dy fesh në fshatin Gullobos dyshohet të jetë nga komuna e Drenasit. Sipas informacioneve fillesore, viktimat janë dy vëllezër të moshave 32 dhe 45 vjeç që dyshohet se janë qelluar me armë zjarri para shtëpisë së tyre. Hetimet paraprake flasin për një konflikt me motive familjare që kishte filluar më herët. Raportohet se i dyshuari kishte shkuar për të marrë gruan e tij dhe pas një përplasjeje është kthyer duke hapur zjarr ndaj viktimave. Njëri prej tyre ka ndërruar jetë në vend, ndërsa tjetri gjatë transportimit për në spital. Policia dhe prokuroria ndodhen në vendin e ngjarjes, ndërsa i dyshuari është në kërkim. Hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rastit.